Mirë, dalemi tek horoskopi ditor, Alma. Jemi akoma në një hone takimi që patëm ditën e kaluar me Merigjinin, përgjigjeve të pyetjeve që publiku kishte bërë në seksionin e komenteve në YouTube. Merigjini u dha përgjigje 4 prej tyre, bëri parashikimin edhe për pjesën e mbetur të javës dhe shumë e rëndësishme. Në qoftë se nuk jeni parë, ti riktheni dhe ti keni si porosi për fundjavën, sepse ndoshta mund t'ja ndreqim apo të bëjmë të kundërtën vetes fundjavën tonë. Fat, para, dashuri, ndoshta një kontratë e repune, rritje rroge, nuk e dim se çfarë po kërkoni në rrugtimin tuaj, por Merigjini është ajo e cila na jep trajtën më të mirë se çka do të ndodh në 3 apo 4 ditët në vijim, ku flasim gjithmonë për tendjen dhe gjatë gjithë javës në takimin e Sanës. Sot do mjaftohemi vetëm me shijen e horoskopit ditor. Kthehemi vetëm pas pak. Dashi, jeni gati të bëni disa ndryshime të mëdha në jetën tuaj. Këto duhet të pasqyrojnë interesa të reja, qëllime të reja dhe ambicia fatgjata. Familjarët mund të mos e kuptojnë pse jeni kaq të përqendruar në aktivitetet e jashtme kur ka shumë gjëra në shtëpi. Demi, jeni të zhgënjur që përpjekjet tuaja për të kënaqur dikë nuk kanë pasur sukses, ata ende nuk janë të lumtur. Mos u shqetësoni se si mund t'i përmbushni pritshmëritë e tyre. Gjithsesi, ka çdo mundësi që shpresat e tyre të jenë realiste. Ju keni bërë më të mirën. Binjakët, po inkurajoni një partner ose mik të ngushtë të ndajë ndjenjat e tij. Kjo do të komplikohet. Nëse nuk e bëni këtë bisedë, do ta keni më të vështirë ta mbani këtë marrëdhënie të ekuilibruar. Ju po shikoni këtë situatë me një lente që po mjegullon shumë nga detajet. Gaforja, ka shumë gjëra të reja që dëshironi të bëni, e vetmja gjë që u pengon janë konsideratat financiare. Nuk do të duhet shumë për t'ju shkëputur nga angazhimet e përditshme kur jeni të shqetësuar dhe të mërzitur. Luani, një partner apo mik është gati të vazhdojë përpara. Ata po shohin të ardhmen afatgjat. Ju e dini se ata duan që u të mbështesni miqtë e tyre dhe e kuptoni nevojën e tyre për të eksploruar në mundësi të reja. Kjo është një luftë për ju kur diçka e thellë brenda vetes ju bën të ndiheni të ngecur në të kaluarën. Virgjëresha, keni disa gjëra që duhet të bëni. Qëllimi juaj me fillimin e ditës do të jetë i largoni këto nga rruga. Nuk do të keni synuar të lejoni veten të tërhiqeni nga drejtimi. Por kur të shfaqet një mundësi interesante, emocionuese dhe vetme, ju mund ta falni veten që nuk I qëndroni besnik qëllimit tuaj fillestar. Peshorja, jeni të vendosur të zbuloni më shumë informacion për një ngjarje të kaluar. Keni shpenzuar mjaft kohë duke kërkuar në përkujtimet tuaja. Dëshira për të zbuluar të vërtetën mund të kthehet në një obsesion dhe mund të mos e dini kur historinë e plot. Ktheheni mendimet tuaja në të tashmen, ndaloni përpjekjet për të rishkruar të kaluarën. Akrepi, nëse po parashikoni një ngarkesë më të madhe se zakonisht, nuk do të habiteni nëse do të tërhiqeni për t'ja dalë. Kujdes nga nxitimi. Puna shumë shpejt ose pa menduar me kujdes mund të çojë në një gabim serioz. Shigjetari, ruajtja e humorit do t'ju ndihmojë të përballoni ndryshimin e rrethanave. Ju dëshironi të shfrytëzoni çdo mundësi që u del, por kjo është e pamundur. Në vend të kësaj, mendoni se çfarë jeni realisht në gjendje të bëni. Britsjapi, jeni duke hedhur poshtë shqetësimet tuaja dhe po fshiheni nga bota. Një mosmarrveshje me dikë për të cilin kujdeseni ju bën të tërhiqeni në guaskën tuaj. Jeni duke shmangur situatat që u bashkojnë dhe nuk doni të flisni për ndjenjat tuaja. Megjithatë, të flasësh hapur do t'jap personit tjetër një shans për të përgjigjur. Ujori, vërejtjet e dikujt do të shkaktojnë një reagim të madh emocional pasi ju kujtohen ngjarjet në të kaluarën. Një mënyrë për të rifituar qetësinë tuaj do të jetë të bëni dallimin midis një kujtimi dhe asaj që po ndodh këtu dhe tani. Peshqit, ju keni një reputacion të mirë për kryerjen e detyrave. Njerëzit e dinë se nëse bëni një premtim do ta mbani atë. Kjo është arsyeja pse ata do të shikojnë nga ju që të merrni më shumë përgjegjësi. Mos e teproni duke vendosur shumë në agjendën tuaj, mundoni të mbani pak kohë vetëm për veten.